I nderuar kryetar I Kuvendit Zoti Basha, I nderuar kryeministër I Republikës Zoti Kurti, I nderuar kryetar I Komunës Zoti Aliu, I nderuar ambasador Walker dhe zonja Walker, të nderuar ministra, deputet, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, të nderuar ambasador, të dashura familje të viktimave të masakrës së Reçakut, përfaqësues të institucioneve të shoqatave të dalë nga lufta, të nderuar të pranishëm. Ka vende që mbeten përgjithmonë dëshmi. Ka vende që nuk heshtin kurrë. E ku gjurma e dhimbjes është po aq e freskët sa ishte edhe para 27 vitesh. Ka vende që u bën zgjimi I ndërgjegjes së botës demokratike. I tillë është Reçaku. Reçaku nuk është vetëm një emër në historinë e Republikës sonë, por u bë pikë kthese. Kthes që e qartësoi para botës realitetin e hidhur të regjimit gjenocidal serb ndaj civilëve të pafajshëm në Kosovë. Me 15 januar 1999, Reçaku u bë simbol I vuajtjes së një populli që kërkonte liri, por edhe simbol I guximit. I guximit për ta quajtur krimin me emrin e vërtet. Këtë guxim e dëshmoi ai që edhe sot mbetet simboli I së vërtetës, ambasadori William Walker. Nga ajo që po ashtë personalisht nuk hezitoj që ta përshkruar ngjarjen si masakër, duke qartë, pa dyshim një krim I rënd kundër njerëzimit. Këto ishin fjalët e ambasadorit William Walker, të shqiptuara me 16 januar 1999 në Reçak. Por nuk ishin vetëm fjalë, ishin pikë kthese në historinë tonë, që të rënditën botën, e mbi të gjitha ja zhveshën maskën, gënjeshtrës së regjimit gjenocidal të Serbisë. Në këtë vend ku toka ende mban peshën e dhimbjes, 27 vjet më parë, 45 civil burra e gra e të moshuar të këtij fshati u masakruan mizorisht, shumica në kodrën e Bebushit. U vranë vetëm sepse ishin shqiptarë. Njerëz që kërkonin të jetonin të lirë në tokën e tyre. Në mesin e 45 martirëve ishte edhe babai dhe motra e Benjamin Mehmetit. Atë ditë të ftohtë janari, fati I 2 vëllezërve binjak u nda nga një vendim I pafajshëm, I rikthimit në shtëpi. Benjamini vendosi të qëndroj edhe një natë te dajt e tij në fshatin Godanc, ndërkaq Elhamiu vendosi të rikthehej në shtëpi në Reçak. Por kthimi në shtëpi ishte sa dëshirë e madhe, po aq ankth, pasiguri dhe rrezik mbi të gjitha. Në ditën e tmerrshme të 15 janarit 1999, rrugën Elhamiut ja pren plumbat e regjimit gjenocidal Serbisë, nga cilët ai mbeti plagosur, teksa motra Hanëm Shaja u vra derisa tentoi të dilte në ndihmë vëllait të saj. Siç bën çdo motër për vëllain e vet. Makthi për familjen nuk mbaroi me kaq. Benjamini humbi edhe babain, po atë ditë. Dhimbja e Benjamin Mehmetit nuk është individuale, por është një dhimbje e gjithë Kosovës. Është një dhimbje e secilit në Reçak, sepse ata që humbën, më të dashurit e tyre, ishin shumë, janë në mesin tonë çdo ditë. Në Kosovë secili ka dhënë diçka për lirinë. Dikush gjak, dikush pushk, dikush djers, e dikush lot që nuk ndalen as sot.
E pikrisht kjo sakrificë e bëri lirinë e mundshme. E bëri të mundshëm edhe shtetin tonë të pavarur, i cili i dedikohet secilit që dha mund dhe që bëri sakrificë në mënyrën e vetë që sot jetojmë të lirë në Republikën e Kosovës. Të nderuar të pranishëm, masakra e Reçakut ishte kthesë historike nga se pamjet e asaj dite trondit të ndërgjegjën ndërkombëtare dhe mobilizuan diplomacinë botërore. Kjo ndodhi sepse një njeri, ambasadori William Walker, i cili, sikurse çdo përvjetor edhe sot ndodhet këtu me ne, pati guximin ta cilësoj krimin me emrin e tij të vërtetë. Ai nuk u përkul para propagandës së Miloševićit. Ai i dha zët së të vërtetës ndaj popullit i Kosovës do të jetë përjetësisht mirënjohës. Faleminderit ambasador Walker për të vërtetën, sepse në sajë të saj bota njohu krimin që Serbia e kishte kryer ndaj viktimave të pafajshme në Republikën e Kosovës. Kjo ishte e qartë atëherë, e kjo është e qartë edhe sot, dhe do të mbetet e tillë gjithnjë, pavarësisht pretendimeve të Serbisë për rishkrim të historisë. Rrëfimin për të merren e 15 janarit të vitit 1999, ju e përjetësuat edhe në librin tuaj autorial, Reçak, historia e një krimi lufte. Dëshmia e atëhershme dhe kjo e sotmja janë vulë e së vërtetës së Reçakut për ne dhe për brezat që do të vinë pas nesh. Fjalët tuaja trasuan rrugën për ndërhyrjen e NATO-s, e cila krahas luftës së drejtë të vajzave dhe djemve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e bëri të mundshme përmbushjen e ëndrrëson shekullore për liri. Vajzat dhe djemt e UÇK-s ishin përfaqësuesit më të denj të një brezi që nuk u gjunjëzuan kurrë përballë terrorit serb. Ata mbrojtën pragun e shtëpisë, mbrojtën popullatën e pafajshme, mbrojtën dinjitetin dhe rikthyen shpresën, ndaj u jemi përjetësisht mirënjohës secilit nga 3000 dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshirë edhe ata që e dhanë jetën në Reçak. U jemi mirënjohës njëkohësisht të gjithë veteranëve dhe invalidëve të luftës, të cilët akoma edhe sot mbajnë barrën e mbrojtjes së luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot ndërsa Reçaku ende kërkon drejtësi, përballemi me mohimin, me relativizimin e krimit dhe me vazhdimsinë e një mendësie që prodhoi gjenocid. Por e vërteta nuk zhbëhet kurrë. Reçaku është dëshmi. Reçaku është fakt historik. Këtu, në këtë tokë, ku janari u shndrua në varr, e ku klifmat e dhimbjes nuk u shuan kurrë, këtu është dëshmia e përjetshme. Prandaj ne kemi obligim mos të heshtim kurrë, të flasim çdo ditë, në çdo forum, këtu e kudo në botë, të dëshmojmë se në vitet e 90-ta populli i Kosovës mbrojti pragun e shtëpisë nga një regjim gjenocidal. Të nderuar të pranishëm, Reçaku ende flet fuqishëm nëpërmjet thirrjes për drejtësi. Sepse Reçaku ishte krim i planifikuar, i kryer me qëllim për shparosje. Ndaj sikurse për çdo krim tjetër, ne akoma thrasim dhe punojmë për drejtësi. Sot dhimbja nuk vjen vetëm nga ajo që ndodhi atë ditë, por edhe nga ajo që nuk ndodhi më pas. Nga mungesa e drejtësisë dhe nga përpjekjet për ta relativizuar, mohuar apo deformuar të vërtetën, përpjekje këto që vazhdojnë në Serbi. Drejtësia për Reçakun ende mbetet peng, ndaj nuk do të rreshtim së kërkuari atë, nga bindja se pa drejtësi nuk ka paqe të qëndrueshme, pa drejtësi nuk ka pajtim të vërtetë, e pa drejtësi historia gjithnjë rrezikon të përsëritet. Prandaj sot jemi këtu, dhe do të jemi çdo herë, për të mos lejuar që viktimat të vriten për herë të dytë nga harresa apo nga mohimi. Ne nuk do të harrojmë kurrë, dhe kujtimi për të rënët do të jetë udhërrëfyes në çdo haptonin në forcimin e Republikës sonë të lirë, sovrane e të pavarur. Qofti përjetshëm kujtimi për martirët e Reçakut, lavdi për gjithë dëshmorët e UÇK-s, Zoti e bekoft Reçakun, Kosovën dhe gjithë popullin tonë.